Dobi dhe mësimet e betejës Bedrit janë shumëta. Dhe pse na duhet me përkujtu këto, me tregu se nuk duhet të mashtrohet njeriu me numrin e madh të njerëzve. Por se ndihma e Allahut vjen, fitoria vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi punës ti që e bën, përkundrazi sebepeve ti që i bën, përsëri duhet të i mbështetësh Allahut subhanahu wa taala. Dhe dyta është mrekullia në këtë betejë të Bedrit. Për ato dhe ne e tregojmë këtë ndodhi, këtë betejë, sepse i dërguari Allahut Muhammed sa ka paralajmëruar për disa gjëra të cilat do të ndodhin dhe realisht kanë ndodhur në Bedër, të cilat i ka informuar Allahu subhanahu wa taala pra pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe një prej tyre se i dërguari Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte treguar vendin se ku do të vriten, domethënë kokat e jellujtarëve, domethënë ju e dini se Abu Jehli është vrarë prej 2 fëmijëve të vogël, domethënë ata dytë janë që e kanë rrëzuar Abu Jehlin me shpatat e tyre edhe e kanë vrarë. Dyta është kuptimi i fjalës së Allahut të lartësuar. Ajo është mund ta urreni një gjë, por se ajo është e mirë për ju. Mund ta doni një gjë, por se ajo është e dëmshme për ju, Allah e din ndërsa ju nuk e dini. Pra, besimtarët i dërguari Allahut nuk doli për luftë, doli për karvan. Dhe kishte për njerëzve të cilët nuk e kanë dashur luftën. Nuk e kanë dashur luftën, po kanë shku për karvanin, por ndodhi e kundërta. Dhe pse ata nuk e kanë dashur, mirë po u bë, domethënë e dashur për ta sepse përfundimi e dihet se çfarë ndodhi. Dobia tjetër efendi është lidhja fuqishme e besimtarëve me vetveti. Kanë qenë pak në numër, po kanë qenë trup i vetëm. Për arsye se zemrat i kanë pas të bashkuara. Pra, si thot Allahu tek sura Anfal 62-63. Ai të ka forcuar mendimin e tij dhe me besimtarët duke i bashkuar zemrat e tyre si zemrat vete. Dhe kjo ka qenë lidhja e zemrës që trupit që është bërë për hir të Allahut të lartësuar. Dobia e tretë që përfitohet prej ndodhisë së Bedrit është konsultimi. Pra njeriu kur do me marr ndonjë vepër, ndonjë punë të madhe ose ndonjë diçka, është mirë mu konsultu sepse kështu Allahu na ka urdhëruar tek sura Ali Imran 159 dhe këshillohu me ta për çështje të ndryshme. Pra i dërguari Allahut nuk e mor vendimin vet, por u këshillua me sahabët. Sepse ata e kishin barë profetin e Zotit në Medinë tash edhe në luftë. Për atë edhe i dërguari Allahut u konsultu me ta dhe është një fjalë e mirë të cilën e përdorin dhe kanë thonë se ai cili konsultohet, ai nuk dështon dhe nuk zhgënjehet. Domethënë gjithmonë fiton. Dobia tjetër është dashuria e sahabëve për pejgamberin alayhi salatu wasalam, sidomos për ansarëve kur u ngritën ata, nëse ti shkon Kodrës edhe na jena mas teje, dhe dobi tjetër është realiteti fitores së Bedrit, sepse Allah e ka quajtur Yawmul Furqan, dita e ndarjes, dita fitores, dita e ndarjes vërtetës mes së kotës, për arsye se një grup i vogël luftonte për parimet e tij të drejtat e Islamit, ndërsa grupi tjetër i madh luftonte për të mbrojtur interesat dhe mendjemallësinë e tyre që kishin ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dobi tjetër është në rast krize apo problemi, njeriu duhet të drejtohet Allahut të lartësuar. Sikurse ndodhi me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe pse i kishte afër shokët e tij, mirë po ai asnjëherë nuk i nali lutjet duke u drejtuar Zotit, duke thonë o Zot, ndihmën që më ke premtuar më jep. Andaj ne ajo çfarë na mbetet neve është të lutim Allahun dhe të kërkojmë ndihmën e Allahut, dhe robi më së afërmi me Zotin është kur është në sejdë. Dhe dobia tjetër është efendi është se ata cilët kanë prezantuar në Bedër janë të falur prej mëkateve, sepse kështu Allah subhanahu wa taala pra ka tregu. Pastaj kur përmendet emri i sahabijut në hadithe, e shef se tregohet që është pjesëmarrës i Bedrit, thuhet Bedri, përsa ata cilët kanë marrë pjesën për betejë të tjera, për shembull betejën e Uhudit, nuk i thuhet atij Uhudi, por i thuhet vetëm për këta të cilët kanë marrë pjesë po në betejën e Bedrit. Dhe e fundit është se Gjibrili alayhis salam, hadith është tek Imam Buhariu, vjen tek i dërguari Allahut dhe pyet o i dërguari i Zotit, kush janë njerëzit më të mirë tu? Tregon i dërguari Allahut, thotë janë ata të cilët kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, thotë edhe tek ne melekët janë më të mirë ata të cilët kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit.